Një zjarr i fuqishëm ka shkaktuar një tragjedi në qytetin belg të Antwerpenit, ku të paktën 5 persona humbën jetën pasi flakët përfshin një pallat 10 katësh. Shërbimet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje, ndërsa zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit zhvilluan një operacion të vështirë për nxjerrjen e banorëve të bllokuar. Disa prej tyre u evakuan me litar nga drejtarët e ballkonet e ndërtesës, ndërsa tymi i ndendur kishte pushtuar të gjithë goditën. Mes të mbijetuarve është edhe 80 vjeçarja Jacqueline Hiren, e cila banon në katin e 5. Ajo tregoi se fillimisht ndjeu erën e tymit dhe pa flakë të vogla, duke vendosur të largohej menjëherë nga banesa. Më pas, sipas saj, nuk mban mend asgjë tjetër, por e konsideron veten me fat që arriti të shpëtonte në kohë. Policia bëri të ditur se është ende herët për të përcaktuar shkakun e zjarrit, ndërsa numri i të plagosurve nuk është bërë ende publik. Fillimisht, mediat lokale raportuan për 6 viktima, por autoritetet më vonë e korrigjuan bilancin në 5 të vdekur. Në vendngjarje u angazhuan disa njësi zjarrfikse nga zona të ndryshme, ambulanca dhe forca të shumta policie. Banorëve të lagjes ju kërkua të mbanin të mbyllura dyert dhe dritaret për shkak të tymit të dendur që u përhap në zonë. Ky është një tjetër incident i rënd në Belgjik, e cila javët e fundit është përballur me disa zjarre të mëdha, përfshirë edhe një zjarr masiv në një magazin në Bruksel. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje tragjike.